Lindja e mesme duket se është përfshirë në luftë dhe lufta duket se ka përfshirë disa shtete. Kjo erdhi si pasojë e goditjes që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli i bën Iranit. Për të folur mbi çfarë po ndodh atje, kam të ftuar në një lidhje direkte ekspertin e njohur si dhe njohës shumë të mirë të gjeopolitikës, zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën. Respekte, faleminderit edhe nga ju, zoti Tuçi. Të mos e nisim si gjithmonë nga pjesa që tashmë dihen, po a ishte një strategji Ali Khamenei që qëndronte aty dhe amerikanët ta bombardonin me qëllim që lufta të merrte një dimension tjetër, po themi, dhe Irani të futej më e motivuar në luftë? Gurian, ke drejt, nga se martirizimi ndonjëherë sjell, mund të them edhe vazhdon me decene, ndoshta edhe me shekuj që krijohet miti i tillë, sidomos në disa grupe dhe sekte fetare gjatë historisë kanë mbetur edhe ato, mund të them, për kujtime apo vendet që konsiderohen se të shenjta nga individ të ndryshëm, që kanë pas ndonjë efekt shpirtëror, por edhe figura të cilat ndoshta edhe janë martirizuar gjatë epokave të ndryshme. Mendoj të Ali Khamenei ka qenë një situatë më ndryshe, një plak 86 vjeçar që për 240 milion shejtët sa ka në botën islame konsiderohet dhe tani më konsiderohet lider i martirizuar, dhe mendoj që ndoshta që në fillim kjo do jetë ajo strategjia ndoshta daljes së amerikanëve ose Trumpit në këtë rast, që ka rritur që ta jep qafësh një lider i cili ka bërë sipas tij dame të mëdha edhe amerikanëve. Por mendoj që ky do jetë ai aspekti që pastaj të arsyetohet, mund të ketë gjashtë që konfliktit të mos zgjat shumë dhe të paraqes sukses në opinionin amerikan. Trump në Amerikë ka diku 30% të përkrahjes opinionit, 70% janë kundër kësaj lufte. Por të ndonim pak të çështja e asaj se kush kanë qenë ata që kanë shit Khamenein. Me siguri Irani ka një dobësi që me duket se ka pas tërheqje nga ana kinezëve, vrejtje dhe kanë marrë pjesë, më të thënë drejtën, në shumë faza për të rikuperuar shërbimin iranian, për ta korrigjuar dhe për të ndihmuar, sepse ka ndikim të madh edhe Mossadi edhe IM6. Dhe kjo duket që ka afër ti ka qenë një general i ushtrisë Ismail Khan, i cili konsiderohet që edhe në goditjen kur është bërë Hasan Nasrallah të Hezbollahut në Liban nga forcat e IDF-it izraelit, ajo goditja bomb që ka qenë duke shkuar me ashensorin poshtë në 90, përmes telefonit është zërë, dhe ky person thuhet që para se me shkuar në ashensor lideri i Hezbollahit, ky është larguar nga ai. Po ashtu edhe në konsultat e rezidencës që janë bën thellë dikun në Tokso, ky ka dalë para kohë pi takimit. Do thotë është një ide e tillë që ky ka mund të jetë ai personi që ka dhënë informacione. Do thotë ka zëra që thuhet që edhe nipi i tij e ka shitur. Do thotë ndonjëherë në familjet e tilla shërbimet gjajnë ndonjë figurë, është ajo fjala nuk blehen me parë, vetëm me më shumë parë. Dhe këtë e din fare mirë që departimet e tilla për joshjet e tilla mund të jenë edhe nga rrethi familjar. Të gjitha ato që janë supozime, janë mund të them ide që të cilat nuk mund të qëndrojnë, por sa shoh në për opinionet qoftë lindore, qoftë perëndimore të njerëzve të këtyre problemeve, të fushës së tillë të ata që të konspiracionit, flitet për këto dy ide. Por sidoqoftë, martirizimi i tij do jetë i kushtueshëm edhe për palën tjetër. Fakt folëm këtu për, po themi, se kush e ka tradhuar dhe në fakt ai generali që folët ju thuhet edhe nga mediat ndërkombëtare që ka qenë pikërisht ai që ka konfirmuar dhe vdekjen e
Ali Khamenei duke dërguar Benjamin Netanyahu edhe foton e sigurt që ai ishte personi I cili kishte vdekur. Zoti Bilali, mendoni që ka ardhur koha për një, po themi, regjim të ri në Iran dhe a mendoni që vrasja e Ali Khameneit do të sjell përmbysjen e atij regjimi? Më duket që vështirë, është një deklarat e Marco Rubios, më duket dje mos gaboj, kur decisivisht tash ti shprehet që ne për qëllim kem goditjen përpos centraleve bërthamore, që është vazhdimësia asaj të luftës 12 ditore të vitit të kaluar, shkatërimin e programit të raketa ballistike. Sepse, që është parafërsisht kështu citat, ne nuk jem për ndryshimin e regjimit. Nuk e kem cak. Para një kohë kur kanë qenë demonstratat e fuqishme në Iran, tashti del dhe që përkrahen dhe janë për ndryshim të regjimit, tashti dolin në këtë situatë. Kjo tregon, më të them drejtën, një politikë të dyfisht ose në momentet të caktuara ta quaj pragmatizëm I cili në një farë mënyre sposton që po që se shif, Gurian, në këtë botë po që se ke përgjigje adekuate për kundërshtarin, ndrojnë pastaj edhe formulat, edhe definimet. Dhe ajo e tëra që ka u prit që edhe pritet për një ndryshim të regjimit në Iran, më duket që do jetë shumë problematike. Kina është duke luftuar me tërë kapacitetin që ta bëjë në orbitën e vetë të Republikës Islamike të Iranit. Dhe mendoj që që do ketë dobësime në kapacitetet, në arsenalet e forcave të Republikës Islamike të Iranit, do të kompenzohet nga kinezët. Po regjimi më duket që është larg, nuk mund ta marrim kështu aq preciz, sepse ngjarja kjo botë është dinamike, është evolutive, lëviz. Dhe ke ngjarje të cilat mund të tradhojnë ndonjëherë në vizionin tënd apo në parashikimin tënd. Por unë shoh që bile është një mobilizim I brendshëm në Iran, nga sekrenaria atyre perse, nuk lejon që ta godas dhe ta sulmoj dikush vendin e tyre dhe bëhet një unifikim. Dhe kjo tregon edhe në shumë raste kur ka pas ndërhyrje nga jashtë ose luftime dhe invazion nga jashtë, atëherë ka mobilizuar forcat qoftë nacionaliste, qoftë atyre që janë adetare për ta mbrojtur vendet. Dhe kjo mendoj që është një pojente bukur e fortë për regjimin tash, momentalisht. Mirë, po ndoshta me hapa, në vite të tëra tentohet që ky regjim të ndryshohet dhe ndoshta ka tentativë të tillë që të pritet ndoshta edhe 5 vite apo 10 vite që të meqense shoqëria në Iran ka një ndryshim bukur të madh. Irani ka dikon 15 milion student me një përqindje të analfabetizmit vetëm 5%, 95% do thotë nuk e kanë atë probleme, dhe shumë vende tjera në Evropën perëndimore kanë problem me shkrim lexim. Zdarruar. Por mendoj që Irani për momentin ndryshimi I regjimit, sepse janë dy shtylla që e bën këtë regjim. Mendoj është ai aspekti militarist I gadës revolucionare islamike dhe ushtrisë kuptohet, dhe faktori jashtëm që ndikimi kinez dhe suporti që bjen edhe nga Rusia dhe nga Kina. Zoti Bilali, sa I fort është ushtarakisht Irani dhe a është nënvlerësuar forca ushtarake e tij nga SBA dhe Izraeli? Me duket perëndimorët të kanë është një autor ekonomist ekonom shumë I fortë, Jeffrey Sachs. Ai ka disa ide interesante ndonjëherë, dhe ndërsa që perëndimi nuk e njeh mirë Iranin. Fatkeqësisht nuk e njeh mirë edhe botën tjetër. Ka fjalën për ndoshta fuqitë aziatike, nga se ka një, më të them, një krenari ndonjëherë të rrejshme, që këta janë ata të cilët duhet dirigjojnë, të sundojnë, por në momentin e caktuar të godasin. Kjo treguohet që me Iranin, sidomos
ajo që po ndodh me goditjet në Tel Aviv, në Jerusalem, por edhe në qytete tjera, Haifen, Beersheba ka qenë e goditër, dje, sepse Izraeli nuk është një vend, një gjeografi që ka territor të madh, por mendoj që në këtë pikë edhe tër struktura mbrojtëse e Izraelit, në këtë rast mbrojtja kundër ajrore, sidomos sistemi gjigant Arov 3, i cili kërkohet nga shumë vende evropiane, sidomos gjermanët kanë bërë kontratat për të konsoliduar rrjetin e tyre dhe forcën kundër ajrore të Bundeswehrit gjerman. Mos tas për thardhin amerikan, pastaj kemi atë Iron Dome-in që në farë mënyrë ka të dhëna që Iron Bomb është një sistem i laserëve që është vendosur në pjesën veriore, sidomos për të mbrojtur nga goditjet e Hezbollahut. Do thot ka qenë jo efikase dhe u pa që meqense një dallim është i madh. Raketat hipersonike Fatah 1450 km dhe Sejil për mbi 200 km janë të padalshme. Këtu është ai problemi që bile Izraeli ka kërkuar që gjatë bisedimeve të përfaqësuesve amerikanë me palin iraniane me ndërmjetësim të sultanatit të Omanit, ka kërkuar që të vëjet në epicentër të shkatërrimi i programit të raketave balistike iraniane, ose minimalisht të reduktuar deri në 500 km. Ma çka se rrezikon Izraelin. Dhe kjo mendoj që është parë dhe dy shtete në lindjet e mesme të cilat kanë ofenziv bukur të goditse, nga gjinit e tyre, sidomos forcat e IDF-it të aviacionit luftarak të Izraelit dhe sistemi i raketave balistike iraniane. Ndërsa në defanziv kanë të dyja shifrat që kanë probleme, sidomos Irani ka probleme sepse Bavara 373 ka qenë prodhimit e tyre ka qenë jashtëzakonisht jo efektshme dhe shifrat që duket që diçka nga Bielorusia një sistem i tillë i mbrojtjes kundër ajrore që dorë në zamë nuk është shumë që është aktiv dhe mendoj që sistemi i hakus kineze i cili nuk dihet a ka shkuar apo jo. Dhe këtë komponent tregon që iranianët, sidomos kur kemi goditje nga aeroplanet e Izraelit, sidomos F-35, 16 që dhe rapori 22 që jënë ata, ose 16 që barak një formë variant i plus që është do një emër i tillë nga forcat e IDF-it Izraelit. Por do thotë Izraeli mendoj që ai çka ka ndodhur për shembull në vendet e Xhirit atje është interesant që me Shahab 22 dhe me dronat 136 është Shahed 136 për goditja. Shifri vetëm Rusia duket të 50.000 Shahed 136 ka marrë nga Irani. Dhe pastaj Geranin e ka vënë Granishin dhe dyshin prototipin e tillë që është zhvilluar pastaj në Rusi. Kjo tregon që këto armë efikase kanë qenë në goditjen e vendeve të gjithë, sidomos në bazën amerikane dhe mendoj radari i bllokut 5 jashtëzakonisht ka qenë një humbje e madhe për amerikanë, 1.1 miliard. Dhe kjo ka treguar që çështje të shkurta edhe pse janë prodhim më i vjetër, Shahablishi dhe dyshi, kanë qenë efikas dhe goditjen edhe të resorteve. Dorian, kam qenë i vetmi që ku paralajmërohet që do goditet Dubai. Një 3 javë para në për mediume të ndryshme kanë shprehur disa çudi, do goditet, ky ka qenë informacion të cilin në Al Arabia ka dhënë një ekspert bukur i njohur që do ketë po që se dezet lufta Amerik-Iran, do ketë goditje në resortet e Dubait, sepse kapitali dhe financat e amerikane dhe izraelite janë jashtëzakonisht të shprehur në këto resorte dhe ajo, sidomos Irani goditjet i bën tash jo rastësisht në burimet e naftës në rafineritë e tyre, ose vetë burimet e tyre, dhe kuptohet në resortet ku mund të jenë, sipas tyre, mund të jetë edhe ndonjë bazë të CIA-s apo edhe ushtarëve amerikanë. Zoti Bilali, ju përmendët pak raketa supersonike, duke qenë se në mans të Durrësit është edhe opozita iraniane. A besoni që mund të ketë ndonjë sulm të kësaj, po themi, baze
në mans të Durrësit dhe sa janë gjasat që një sulm i tillë mund të ndodhë dhe a kemi mundësinë për ta mbrojtur këtë, po themi, Shqipërinë nga raketa të ndryshme që mund të vinë nga Irani? Sa më drejtën me ko atë forcat dashuritë mujahidine që kanë ardhur më herët ka qenë një lojë e atyre që kanë menduar për ditën e sotshme, ose gjatë protestave që ishin në Iran, të aktivizohen dhe të jetë një trampolinë Shqipëria në këtë rast me këto. Çdo shtet që ka pranuar të marrë këtë rreziku. Nuk po i tash detaja ka qenë mirë po të zi qelluar apo jo. Por ose në orbitën e tyre me siguri që jemi. E para nuk besoj që arritja e cakut të tyre të raketave të tilla që kanë do vetin deri në thazot për të arritur në Shqipëri. Tash mendoj që ajm në 2500-2700 në vijen ajrore apo 3000 kilometrash i tillë i cili mund të jetë nga pika fillestare afër kufirit me Turqinë, Iran-Turqi. Potenciali i tillë i raketave logjikisht mund të godas dhe është e mundshme. Por unë besoj që nga kapaciteti që ka dhe faktori numër 2 është që Shqipëria është anëtare e NATO dhe Irani me automatizëm të hynte në luftë, shvallje luftës së aleancës. Ka qenë rasti për shembull me ato bazat britanike në Çipro, nga dronet e Hezbollahut. Disa goditje sa kanë qenë efektive nuk është e vërtetuar, por atë bazat e Mbretërisë së Bashkuar, jo të forcave të NATO-s, secili vend individualisht, pashtu edhe Franca dhe Italia. Ndërsa Shqipëria në këtë rast, edhe pse mendoj në atë kupollën mbrojtëse është nën gjirin e NATO-s, dhe mendoj për mos me qenë më i shkurtër, nuk e besoj që do jetë në të ardhmen e afërt apo në këtë luftë një shkrepje në rakete që mund të godas Shqipërinë apo bazën e tyre apo ndonjë bazë ku ta diun, e cila mund të ketë pasoja. Besoj që jemi në fazën e tillë të cilat mund të kemi situata të pakëndshme, por për momentin është atë pa arritshme dhe të paralizueshme. Edhe pse është rrezik që në hartën e goditjeve nga vendet e Ballkanit Shqipëria është në rrezën e radarëve iranian. Zoti Bilali, kam dhe pyetje të fundit. Deri tani nuk kemi pasur një reagim nga Turqia. Çfarë roli ose çfarë pozicioni do ketë Turqia në këtë zhvillim të fundit në linjën e mesme? Turqia një aktor dhe një fuqi e cila po rivendos dhe po merr formë të një shteti me kultura dhe me traditë perandorike të trashëguar, e cila është jashtëzakonisht e domosdoshme për secilën palë, qoftë ato lindore apo perëndimore. Me duket që ka një ofertë amerikane për atë bllokun e marrjes së F-35 për qershor apo korrek. Në momentet e caktuara duhet tërhiqet një fuqi për të mos qenë implikuar dhe joshet me ose atë largohen ato sanksionet të quhet për shkak të marrjes së sistemit të mbrojtjes S-400 Triumph nga pala ruse. Mendoj që Turqia ka ndajtur jo e heshtur, po ka përcjell situatën dhe implikimin për të qenë sa më larg frontit. E para është Turqia përgatitet për decenje të ardhshme të një konflikt të mundshëm, jo vetëm të supozuar, po tani më të deklaruar, edhe nga pala izraelite, që Turqia mund të jetë zero dyshi iranian. Por mendoj që kalkulimet janë të gabueshme. Turqia është jashtëzakonisht shtet me potencial dhe ngritje të industrisë ushtarake në nivel me 3-4 fuqi botërore. E dyta, Turqia planifikon që në Siri të arrijë apo në Shamin e njohur
të vendoset përfundimisht me sistemin e radarëve antibrojtës, antiraketor dhe navigimit të gjithë territorit të Sirisë dhe Maxhar. Dhe treta mendoj që Turqia shef kjo luftë ka, unë kam atje që në fushë të mejdanit për tokën e Abrahamit apo për naftën. Mendoj që është disa lidhje të cilat disa korridore që Turqia është aktive për të përfituar me miliarda dollar. Dhe besoj një biznes të tillë, një dill të tillë nuk bëhet pa Turqinë, komplet në lindjet e mesme dhe në mesdhej. Por Turqia përcjell këtë situatë dhe mendoj që ka arritur që të ketë këtë komoditet, sepse mund të rrezikohet në skanim të asaj që mund të marrë ka jetë tjetër, luftimet me refugjat mund të jetë e dyndur, por ajo ja vëqer një derë, pastaj ja hap një derë për t'i depërtuar në Evropë, që edhe evropianët të gëzojnë këtë shije të kësaj që po ndodh, ta çujnë thojza. Por ka të dhëna që mund të jenë përgatitur trupa kurde me sistemin e shërbimit iranian që të fillojnë një goditje ndaj Turqisë. Të gjitha këto mund të jenë skenar që po që se kem për shkallëzim, sepse unë mendoj që do kemi, po që se gravojnë luftimet në nivel të papritur dhe të padëshiruar në shumë vende, atëherë mund të rrezikohet Kuvaiti, nga se pjesa e qyteti i Basrës është atu afër në jo komplet popullsia shiite e pjesës së jugut të Irakut do të invadojnë në Kuvajt. Bahraini është ashtu popullat shumë i shiite. Dhe gjitha kjo për të mos gjasë është temë shumë e gjerë, por Turqia mendoj që për momentin më duket që ka pasur një telefonat të dielen me Trumpin, Erdogan, po ashtu edhe me emirin e Katarit, dhe tëra kjo të tregon që Turqia është faktor diplomatik, faktor i rëndësishëm i rrugëve të depërtimit ose kalimit të burimeve të energjisë, por është rrugë edhe mëndafshit, ase rrugës e të mëndafsh, apo një brez një rrugë të konceptit kinez. Dhe gjitha këto e bëjnë majorse Turqinë dhe forcë kredibile. Respektuar se të sa je i fort, Turqia ka arrit atë stad dhe është respektuar edhe në linja dhe predel. Zoti Bilali, po e shtoj edhe një pyetje, a është luftë e ardhshme Turqi-Izrael? Për mendimin tim, nga ajo që ka përcjell, analizoj, tha me plot gojën po. Po qëse nuk varet, lufta me Iranin në këtë rast është varet sa do të psohen këto dy fuqi regionale, edhe Irani edhe Izraeli. Kjo mund ta prolongoj pastaj, ose mund të jap mësim këtë rast Izraelit, që nuk mund të ish në avanturat e tilla dhe konceptin që nga Nili deri në Eufrat i Izraelit të madh. Më duket që është koncept do shifet me përfundimin e kësaj lufte, do shifet që konceptet e mund të jenë teorike për momentin, ndërsa sa i përket atij majdanit të madh, Turqi-Izrael, nuk mund të qëndrojnë në lindjet të mesme dy azgan të tillë, ta quaj kështu në fjalorin ton popullor të kënej shqiptar, pa mundër njëri. Dhe besoj që në këtë duel do ta shohim spakun edhe 10 vjeçarin e ardhshëm. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit zoti Doçi, krahasi edhe nga ana ime.